Përshëndetje dashur miq, jemi sërish me grupin e radhës duke ekzekutuar dy pjatat, le të themi me tokë dhe det. Përkatësisht kemi studenten Ornelën dhe studentin Klodian. Klodian, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Shoh që keni marrë një produkt, sikurse është levreku, mos gaboj, e keni filetuar le të themi gjysmë, shoh perimet, limonin, madanozin, terasi, është një shije për kacë. Çfarë do ta gatuar sot? Fileto peshku me zvar, plus dhe perime të shqyrojmë me zvar. Super. Koha për ty, vazhdojmë. Atëherë kalim tek nxënësja, le të themi ke Ornela dhe nuk e dim shumë produkte këtu, por ndoshta jo të gjitha do zbatohen? Jo. Okej, çfarë orizi kemi zgjedhur? E tregojmë. Basmati. Okej, është orizi basmat që kërkon le të themi minutazh, le të themi jo më shumë se 13 minuta kohë format le të themi total. Ku do minohet me çfarë tjetër? Me Filetën e pulës dhe të pulës, erëzën kerri? të kerri dhe pak pana. Pak. Okej, koha vetëm për ty mund të vazhdosh. Pra dashur miq, shikojmë të dy studentët se si po organizohen me pjatat e tyre për kace. Nga ku janë një anë e studios tokë, le të themi produkte toke, dhe një anë e studios në pjesën tjetër me produkte deti, që janë produktet e peshkut. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi mund të kemi shumë problematika në pjesën e kohës, gjithmonë futet si produkt i pari ai që kërkon më shumë kohë. Në këtë rast, nxënësi Klodian ka zbatuar perimet, sikurse është patatxhani, speci, pasi peshku normalisht konsumohet dhe crudo. Ka gatuar. Koha në dispozicion për çdo student është jo më shumë se 15 minuta, janë pjata që le të themi pak a shumë nuk kërkojnë më shumë kohë se kaq. Shikojmë nga krau tjetër që orizin kemi vendosur për efekt kohe më përpara për të zjerë, nga ku është rregulluar me kripën për kace. Me kujdes Klodian për të ruajtur vlerat ushqyese që perimet kanë. Shtojmë produktin e peshkut me shumë kujdes. Është një imitim, një zgarre pjastre për të bërë të mundur pjekjen e saj në mënyrë sa më të mirë. Kalëm nga krahu tjetër, shikojmë produktin e tokës, nga ku është filetja e pulës duke u kapërdisur. Dhe në fund fare do bëhet prezantimin e pjatë duke i provuar. Po ke pjata, Ornela? Jo kohë që punojmë, bëjmë të mundur pak rinjën e vendit. Klod, në çfarë faze jemi? Mund të thuash diçka më shumë? Dhe 3 minuta, nëse që dhe jemi gati. E qartë. Pra një pjatë kaq e shpejt gjithmonë kur flasim për filetot e peshkut. Kontrollojmë peshkun me shumë kujdes, pasi është një produkt delikat dhe mund të dëmtohet thjesht. Shohim që ka marrë të ngjyrën e artë për gjithë dy të shikues. Klodi ka filluar të bëj prezantimin e pjatë.
Ja për dashur miq, shiko sa një pjatë e thjeshtë dhe e shpejt, duke ndjekur disa parime bazë. Kontrollojmë dhe peshkun më pas, mos të harrojmë produktin kryesor. Tash më bëjmë dhe unë pak asistent. Kontrollojmë pjesën përfundimtare të saj dhe një prezantim sa më i bukur i produktit. Me shumë kujdes, bëjmë të mundur prezantimin e saj. Kamera fokuson. Unë po e ndihmoj disi në pjesën e pastërtisë së avokadës. Kam menduar të bëj një përgjysmë të produktit të peshkut, nga ku del më elegante. Shumë e saktë. Pastrojmë dhe vendin e punës dhe e prezantojmë pjatë. Perfekt. Besoj se mbaroj? Një prezantim të vogël nga fillimi deri në fund që të kalojmë edhe te studenti radhës. Atëherë Klodian, një fileto levreku me perime, le të themi, zgarës. Pak a shumë radhën e punës dhe njëherë, si është proceduar, mbas e shfletuar levreku? Nëse është shfletuar levreku, marrim 2 tegana vrapje në kushte që jemi përshtatemi. Hedhim perimet, sidomos ato që janë më forta. Japim një skuqje të lehtë, vendosim dhe fileton. Për arsye që fileto mos ngjiset në tigani, përdorim pak Gjarë Sprite, gjarë normal, më përdojnë beletër fure, pra jemi të... ndryshme, por thjesht Më momentin kjo ishte. ajo hite dhe atë zbatova. Shumë e saktë. Dhe më pas, duke pretenduar që është një fileto levreku, nuk kërkon një kohë shumë të gjatë gatimi dhe prezantohet në pjatë. Asaj që koha levreku. Absolutisht. Klodian të përgëzoj dhe kalojmë tek klasa për prezantimin e pjatës dhe për tashimin. Ndërkohë shikojmë nga krahu tjetër, nxënësën Ornella duke prezantuar një basmati me file të pulës dhe kushte. Është e përfunduar? Po. E më dashur miq, 2 pjatat realizuar nga studenti pa. Përgëzime një herë rreth parë për të gjitha curinë e pjatës tuaj që organizuat në studio. Është koha për të provuar, të shohim çfarë kemi shërbyer. Shikojmë peshkun, mendoj që struktura e saj është krejt e gatuar në mënyrë fort të mirë. Bashkë me perimet, provojmë. Ky pra është ngatueshme. Produkti është gatuar, mendoj që ka një pjatë pozitiv. Faleminderit. Kalojmë tek pjata nëmër 2 që është orizi basmati me file të pule. Mund të ishte diçka më kremoze në pjesën e pulës, pasi e sheh edhe vetë që është diçka më e lëshuar. Gjithsesi provojmë orizin për kripën dhe salcën.
Origjë Shalden. Ka nevojë për klip. Ka nevojë për klip sepse një pjatë të tillë ka rrezik shumë të madh tek klip. Faleminderit.